Në një grup me Holandën, Japoninë dhe Tunizinë, nëse kombëtarja shqiptare do të bëjë realitet ëndrrën për të marrë një biletë historike në Kupën e Botës 2026. 48 ekipe mësuan sot rrugtimin për në botrorin e këtij viti, aty ku shanse kanë dhe Shqipëria me Kosovën, gjithmonë nëse fillimisht do të kalojnë me sukses ndeshjet e play-offit në muajin mars. 12 grupe me 4 ekipe secili, deri më tani 42 ekipe kanë siguruar bileta në botror, ndërsa për 6 biletat e tjera gjithçka do të vendoset në përballjet e play-offit. Ekipi Silvinjos, duke qenë se ishte në vazon e 4 në shortin e hedhur në Kennedy Center, është vënë përballë ekipeve që në letër kanë më shumë eksperiencë, megjithatë kuqezint nuk kanë çfarë të humbin dhe do të tentojnë deri në fund për surprizën. Fillimisht Shqipëria duhet të kalojë me sukses play-offin aty ku do të përballet me Poloninë në Varshavë në 26 mars dhe nëse arrin të mund polakët në finale përballet me fituesin e çiftit Ukrainë-Suedi. Nëse kombëtarja shqiptare kalon play-offin dhe do të marrë një biletë historike në botror, atëherë vëmendja do të jetë në qershor në grupet e Kupës së Botës. Në anën tjetër dhe Kosova do të luajë shanset e saj nëse arrin të kalojë ndeshjet play-off dhe merr një biletë historike në botror, atëherë në grupe goglat e kanë vënë përballë me kombëtare si Australia, Paraguay dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kosova në play-off luan me Slovakinë në gjysmëfinale, ndërsa në finale, nëse fiton me ekipin slovak, luan me fituesin e çiftit Turqi-Rumani. Ndeshjet gjysmëfinale të play-offit do të luhen në 26 mars dhe finalet në 31 mars. Nëse çdo gjë shkon me sukses për dy përfaqësuesit shqiptare, atëherë ëndra botrore nis në qershor me ndeshjet e grupeve.